Lert Vasili ishte i ftuar në një studio televizive ku ish finalisti Big Brother VIP 4 foli për rrugtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri si dhe çfarë po ndodh tani me jetën e tij personale dhe profesionale. Gjatë kësaj interviste, gazetarët i kërkuan atij që t'i telefonojë mami Rebekës për t'i bërë disa pyetje. Pjesë nga intervista. Lerti: "Jemi live në emision. Kujdes çfarë do thuash, vetëm mos më shaj të lutem." Mami Rebeka, je live në emision. Sa herë i thua Lertit më sill nuse në shtëpi? Rebeka: asnjëherë. Po pse nuk do ta shohësh Lertin me një vajzë në krah? Rebeka: dua që të jetë me një bashkëshorte, të krijoj familje, të bëj fëmijë, por nuk ja imponoj dot. Është e drejta vetëm e Lertit dhe askujt tjetër. Me çfarë cilësish e do nusen ti? Si e do nusen, shqiptare, greke? Rebeka: si ta doj Lerti, po e deshi Lerti një herë, unë do ta dua 100 herë. Çfarë të keqe ka Lerti, që ti nuk e rregullon dot gjithë jetën? Rebeka: Lerti ka një të keqe që e kam edhe unë, është jashtëzakonisht i mirë, ai edhe shpirtin e tij e jep për të tjerët. Vetëm për Valbonën nuk e dha shpirtin. Rebeka: nuk dinte Valbona ta manovronte Lertin se Valbona i bërtiste dhe e shante. Po si mund t'i jepte shpirtin Lerti? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.